Kandidati i Partisë Demokratike Bars Pahia zhvilloi një takim me tregtarët e Zdralës, të cilët i prezantuan problematikat me cilat po përballen, duke shprehur shqetësimin për trajtimin që po i bëhet biznesit të vogël, që sot ndodhet në prag falimenti. Ata kundërshtojnë edhe projektin e ri të Zdrales, që po e heq nga zona ekonomike. Ka çmime, tana 4-5 gjëna më kryesore si ujin, si ndërtimin, si taksën e pastrimit. I këtë dhe në të becin e thamë. Ako bo i të gjona. Në fushat ka dalë me rana. 17% aspektit të investimeve të bashkisë i ka realizu. 17%. Njajtë në gjanë dhe me bo edhe këtu një këtë në Zdrale. E njajta me të në gjanat. Me bo, me këthy një zonë figuratisht bukur, por nga ana ekonomike ashtë rënim. Tashi me përfunu Bashkia Shkodër të përdor 17% të ardhunave të veta për investime dhe me lanë mu djeg pjesën tjetër, i kthehen qeverisjes qendrore, është skandal. Rrinë e krenohesh masanej me financime. Tana këta projekte janë financime të institucioneve tjera, janë të Fondit Shqiptar Zhvillimit, BERSH, Bankë Botërore, etj. Projektet prap janë tana projektet lënuna prej nesh. 52 kam quvë të mund vitin që kina kanë aty. Sigurisht ata kishin bloku financimin. Thojnë njerëzit nuk ka frym. Jo, nuk ka frym, se e ka marrë frymin. Sali Berisha ka hedhë disa gjëna elementare oksigjen. Problematikat e tregut Zdrales janë të mbartuna me kohë dhe tu gjej rastin e falenderu Bars Pahin për qëndrimin shumë afër problematikës tregut. Dhe ka kënë një zonë që gjithmonë pra ne kena gjeti derë hapun ku kena çu hallet dhe problemet e atij treg. Ne kena provu këto 2 vjet